Të ish pjesë e komunitetit rom dhe egjiptian në Shqipëri është një sfidë, ndonse pretendohet një lloj emancipimi social, problematikat vijojnë të jenë të shumta. Të dy shoqëritë përballen me diskriminim, gjithashtu akses të kufizuar në arsim dhe mungesë në tregun e punës. Si problem kryesor është mungesa e bashkëpunimit ndërinstitucional për rehabilitimin e këtyre komuniteteve. Sfidat e komunitetit rom dhe egjiptian janë institucionet sot, sepse duke marrë parasysh që institucionet nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin për ta rehabilituar, dhe unë do të thoja që jo vetëm komuniteti rom dhe egjiptian ka sfida, edhe persona që vinë nga familje me probleme ekonomike kanë po të njëjtat sfida me komunitetin rom egjiptian. Po duke marrë parasysh që ne jemi një minoritet edhe jemi ndoshta diçka ndryshe në sytë e institucioneve, atëherë kjo e përbën një problem edhe njerëzit ngrenë pyetjen kush është sfida jote. Ajo që është sfida e jote si një person nga majoranca, ajo është dhe sfida ime si antar i komunitetit rom. I kemi po të njëjta, por qasja për të dyja grupet është e ndryshme nga institucionet. Si zgjidhje përfaqësuesit e këtyre komuniteteve shohin zbatimin e legjislacionit. Fakt, studimet tregojnë që Shqipëria ka legjislacion më të mirë në Europë, është më i miri në të shkruar, por në praktik pasaj është më i dobti. Kështu që në momentin që neve e bëjmë praktikën e legjislacionit ton më të fortin në Europë, në këtë lloj mënyre sfidat e komunitetit rom pasaj janë drita jeshile e këtij komuniteti. Ndonse problematikat vijojnë të jenë prezente, institucionet vendore tregojnë për angazhimin e tyre në shërbim të dy komuniteteve. Bashkia ka bashkëpunuar ngushtësisht me shkollat, institucionet dhe partnerët lokal për të nxitur arsimimin, për të parandaluar braktisjen e shkollës dhe për të forcuar rolin e familjes dhe komunitetit në proceset e integrimit. Jemi angazhuar fuqishëm në projekte që promovojnë punësim, fuqizim ekonomik, përmirësim të kushteve të jetesës për familjet rome dhe egjiptiane. Megjithatë, e dim të gjithë, pa përjashtim, që përfshirja sociale nuk përfundon asnjëherë.